Okej. Hajde dim, vim. Që të mund të merë ma shumë. Po duke marrë parasysh buxhetin aktual me të cilën disponon Ministria e Shëndetësisë në përgjithësi edhe Spitali Rajonal në Xhako në veçanti, sigurisht se ne çmojmë ndihmën, i falenderojmë donatorin, shoqatën e drejtësisë, e cila ka ndihmuar Spitalin Rajonal në Xhako me një numër të karrikave ginekologjike, pastaj krevetësh dhe komplete tesha për stafin mjekësor. Sigurisht se ndihmat e tilla janë të domosdoshme dhe janë domethënëse, jo vetëm për personelin dhe punëtorët e këtij institucioni, por edhe për qytetarët e Xhakovës, tu marr parasysh gjendjen ekonomike dhe tranzicionin përgjithësi në të cilën po kalon Kosova. Dhe këto ndihma do të ndihmojnë në përmirësimin e kushteve të punës, por edhe në përmirësimin e kualitetit të shërbimeve shëndetësore për pacientët.